Dashi, sot në marrëdhënie mund të ndiheni të pasigurt, por një bisedë e sinqertë me partnerin do t'ju sjellë qetësi. Beqarët mund të kenë një njohje interesante që ja vlen t'i japin kohë. Në punë do të përballeni me një sfidë që kërkon durim dhe vendime të qeta. Shëndeti kërkon më shumë pushim dhe kujdes ndaj lodhjes. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Demi, sot do të ndiheni më të afërt me partnerin dhe do të ndani momente të këndshme. Beqarët mund të përjetojnë një takim të papritur që sjell emocione pozitive. Në punë do të tregoni përqendrim dhe do të arrini rezultate të mira. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur stresin. Financat përmirësohen fal një lajmi pozitiv. Binjakët, në dashuri do të ndiheni të mbështetur, por shmangni xhelozinë e panevojshme. Beqarët kanë mundësi për një takim të rëndësishëm përmes miqve. Në punë do të jeni energjik dhe të gatshëm për përgjegjësi të reja. Shëndeti është i mirë nëse ruani balancën. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve impulsive. Gaforja, sot është ditë e mirë për të shprehur ndjenjat dhe për të sqaruar kishkuptimet. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush i veçantë në një ambient të ri. Në punë kërkohet bashkëpunim dhe hapje ndaj ideve të reja. Shëndeti është i qëndrueshëm, por shmangni ushqimin e pashëndetshëm. Financat kërkojnë planifikim më të kujdesshëm. Luani, emocionet të marrëdhënie do të jenë të forta, ndaj ruani qetësinë dhe shmangni debatet. Beqarët kanë mundësi të reja për njohje përmes aktiviteteve sociale. Në punë do të nevojiten zgjidhje kreative për një çështje të vogël. Shëndeti përmirësohet nëse gjeni kohë për relaks. Financat janë të mira, por mos nxitoni në investime. Virgjëresha, një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë qartësi dhe qetësi emocionale. Beqarët mund të marrin iniciativën për njohje të reja. Në punë do të jeni të organizuar dhe produktiv. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni pushimin. Financat përmirësohen nga një lajm pozitiv. Peshorja, komunikimi në marrëdhënie do të përmirësohet dhe do të ndiheni më të kuptuar. Beqarët kanë shanse për njohje të re përmes një miku. Në punë mund të merrni një propozim që kërkon vlerësim të kujdesshëm. Shëndeti është i qëndrueshëm me pak aktivitet fizik. Financat kërkojnë më shumë kursim. Akrepi, sot do të ndiheni më të lidhur emocionalisht me partnerin dhe do të shijoni momente romantike. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt të veçantë. Në punë do të fitoni vlerësim për aftësitë tuaja. Shëndeti është i mirë nëse kujdesuni për ushqimin. Financat përmirësohen nga një pagesë e pritur. Shigjetari, në dashuri mund të ketë kishkuptime të vogla që kërkojnë durim dhe mirëkuptim. Beqarët mund të përjetojnë një takim që sjell emocione të reja. Në punë do të ndiheni të motivuar për projekte të reja. Shëndeti është i qëndrueshëm me pak më shumë aktivitet fizik. Financat janë stabile, por keni kujdes me shpenzimet. Britsjapi, marrëdhënie do të kërkojnë kompromis dhe mirëkuptim. Beqarët mund të njohin dikë interesant gjatë një lëvizjeje apo udhëtime të shkurtër. Në punë do të përballeni me detyra që kërkojnë organizim. Shëndeti përmirësohet me pushim të shkurtur gjatë ditës. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve të papritura. Ujori, sot do të ndjeni nevojën për më shumë afërsi emocionale me partnerin. Beqarët mund të njohin dikë përmes aktiviteteve kreative. Në punë do të vlerësoheni për kontributin tuaj. Shëndeti kërkon kujdes ndaj lodhjes mendore. Financat janë të qëndrueshme dhe mund të merrni një lajm të mirë. Peshqit, në dashuri do të ndjeni rritje të pasionit dhe harmoni emocionale. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur. Në punë kërkohet diplomaci dhe aftësi për kompromis. Shëndeti është i mirë nëse kujdesuni për veten. Financat kërkojnë më shumë maturi dhe planifikim.